Në muajin gusht të vitit 1932, në një shtëpi me qira në Vlorë, një burr i shtrirë në shtrat dëgjonte zërin e detit. Dritaret e vogla të dhomës linin të hynte pak dritë dhe era e njelmët e bregut i mbushte mushkëritë e lodhura. Askush nuk vinte ta vizitonte, sepse të gjithë kishin frikë nga spionët e regjimit, ata njerëz të heshtur me sytë gjithmonë të hapur, që qëndronin nëpër kafenet e lagjes dhe regjistronin çdo lëvizje, çdo fjalë. Njeriu i shtrirë në atë shtrat të thjesht kishte qenë dikur kryeministri i parë i Tiranës si kryeqytet. Ndërtimi i shtetit modern shqiptar ishte bërë me duart e tij, me paratë e tij, me gjakun e qetë të idealizmit të tij. Tani ishte vetëm një trup i mundur, me moshë 48 vjet, që prisnin ta harronin fare para se të ndëronte jetë. Emri i tij ishte Sulejman Delvina. Dhe në atë moment të njëjtë, 300 kilometra larg, në pallatin mbretëror të Tiranës, Ahmet Zogu, burri të cilit Delvina ja kishte hapur dyert e pushtetit me duart e veta, vishte uniformën e ngjarkuar me medalë e dekorata ari, nënshkruante dekrete mbretërore dhe dëgjonte muzikë nga banda e oborit. Lista civile, rroga personale e mbretit, konsumonte një pjesë të konsiderueshme të buxhetit të një vendi prej popullatës gati gjysmë milion njerëzish, ku shumë fshatra nuk shinin rrogë shteti asnjëherë në vit. Ky është kontrasti më i dhimbshëm në historinë e re shqiptare. Arkitekti vdes i harruar, ndërtesa qëndron, por pronari i saj ka bërë dikush tjetër. Por historia nuk nis këtu, në dhomën e errët të atij gushti tragjik. Historia nis 12 vjet më parë, në një qytet tjetër, me një akt krejtësisht tjetër, një akt bujarie që ndoshta ishte akti më i shtrenjtë që ka bërë ndonjëherë një njeri shqiptar për shtetin e tij. Dhe nëse do të kuptonim plotësisht se ç'ndodhi në Vlorë atë ditë të parë të gushtit, duhet të kthehemi tek ai momenti themelor, Kongresi i Lushnjës, janari i vitit 1920. Imagjinoni një sallë mbushur me delegat nga të gjitha trevat shqiptare, zëra të ngrohur, debate të ashpra dhe mbi të gjitha frikë. Frika e vjetër dhe reale se Shqipëria mund të coptojë mes Italisë, Greqisë dhe Jugosllavisë, se projekti i pavarësisë do të mbetej vetëm letra e Vlorës së vitit 1912, jo realitet. Atje, mes atyre zërave dhe asaj frike, Kongresi zgjodhi kryeministrin e parë të qeverisë kombëtare me seli në kryeqytet, Sulejman Delvinën, një intelektual të shkolluar në Stamboll, bej të njohur nga jugu, njeri me peshë morale dhe politike të padiskutueshme. Dhe Delvina, në aktin e parë të qeverisjes së tij, bëri diçka që historia do ta harronte me qëllim, i besoi një djali të ri prej 45 vjetësh postin e ministrit të brendshëm, postin më delikat, postin që kontrollonte forcat e rendit, administratën, gjandarmërinë. Ai djalë quhej Ahmet Zogu. E pata parë si premtues, do të thot historia për Delvinën, megjithse ai vetë nuk na la asnjë ditar, asnjë rrëfim të drejtë për drejtë. E pata mbrojtur nga politikanët e vjetër që nuk i besonin Matjanin. Ishte kjo mbrojtja, ky besim i hershëm, ky gjest i zemërgjerësisë politike që do të kthehej 4 vjet më vonë si armë kundër dhuruesit të saj. Por para se të arrijmë atje, duhet të kuptojmë diçka edhe më themelore, me çfarë u ndërtua shteti shqiptar në ato muaj të parë të vitit 1920. Arka e shtetit ishte krejtësisht bosh. Nuk kishte banka, nuk kishte taksa të mbledhura, nuk kishte hua nga jashtë. Kishte vetëm një vendosmëri dhe një burr me xhepat ende të mbushur. Sulejman Delvina nxori nga xhepi i tij pasuri personale, disa burime flasin për shitjen e tokave, të shtëpive, madje edhe për një detaj tronditës që u transmetua brez pas brezi mes njerëzve të Vlorës dhe pasardhësve të familjes. Ai shiti stolit e Floririt të bashkëshortes. Unazat, kollaret, byzylykët e gruas së tij, Florint e familjes Delvina u shndërruan në pushk për vullnetarët, në rrogë për gjandarmërinë, në bukë për ata që luftonin italian nëpër kodrat e Vlorës. Mendojeni këtë imazh, duart e një burri me dinjitet, duart e kryeministrit të qeverisë kombëtare, duke hapur kutinë e stolive të gruas dhe duke u adorëzuar njëra pas tjetrës ndërmjetësve që do t'i shisnin në tregë. Çfarë i tha bashkëshortes atë natë? Çfarë mendoi kur mbeti kutia bosh? Historia nuk na ka ruajtur as fjalët e tij, as heshtjen e asaj nate. Por na ka ruajtur faktin, u bë. Shqipëria u shpëtua nga copëtimi, Vlora u çlirua nga italianët, shteti filloi të funksiononte dhe instrumentet e para të asaj makine shtetërore u blën me ari nga unazat e gruas së Sulejman Delvinës. Ky ishte investimi. Ky ishte çmimi. Dhe tani, pasi ta keni kuptuar mirë këtë çmim, pyetja e vërtet bëhet shumë më e dhimbshme. Kush e mblodhi këtë investim? Kush u pasurua nga arkitektura e ndërtuar me ato Florin?
Dhe pse, 22 vjet pas kongresit të Lushnjës, njeriu që i shpenzoi ato florin ishte i shtrirë në një dhomë me qira, i varfër e i braktisur, ndërkohë që ai që i mori përfitimin ishte mbret? Kemi filluar ta kuptojmë konturin e kësaj tragjedie. Por pjesa më e errët e saj, mekanizmat e saktë të si u vodh dhe si u shkatërrua Delvina, është ende para nesh. Sepse mes bujarisë së vitit 1920 dhe vdekjes së vitit 1932, gënjejnë 12 vjet politike shqiptare, dhe ato 12 vjet janë ndoshta faqet më të pista të historisë son moderne. Keni dëgjuar ndonjëherë se si shkatërohet një njeri i ndershëm nga një sistem i pandershëm? Ekziston një lloj tradhtie që nuk ndodh me thika, me vetëm një akt të vetëm, në një natë të caktuar. Ekziston tradhtia e ngadalt, ajo që bëhet me dokumente, me dekrete, me emërimet e njerëzve të tjerë, me heshtjet strategjike, me gjeste të vogla refuzimi të kujdesit dhe njohjes. Kjo lloj tradhtie është shumë më e vështirë ta provosh dhe shumë më e lehtë ta mohosh. Dhe është pikërisht kjo lloj tradhtie ajo që Ahmet Zogu, gradualisht, metodikisht, me atë inteligjencë politike të ftohtë që e karakterizonte, zbatoi ndaj Sulejman Delvinës gjatë viteve 1920 deri 1924. Në nëntor të vitit 1920 Delvina jep dorëheqjen nga kryeministria, jo nga humbja, jo nga skandali, por nga logjika e tij e brendshme. Ai ndjeu se prania e tij po bëhej burim polarizimi, se disa fraksione po kundërshtonin jo politikat por figurën e tij dhe largimi vullnetar i dukej si akti më patriotik. Kishte lënë prapa një shtet funksional, administratën e parë moderne, gjandarmërinë, buxhetin fillestar. Kishte lënë gjithashtu, dhe kjo ishte dhurata e padashur, një strukturë pushteti brenda së cilës Ahmet Zogu kishte krijuar rrjetet e tij, kishte mësuar rregullat e lojës, kishte kuptuar se si funksionojnë forcat e rendit dhe si mund të manipulohen. Vitet që pasuan ishin një lojë sahu e dhunshme dhe intensive. Shqipëria kalonte nga qeveri në qeveri, nga kriza në krizë dhe Zogu, tashmë i rritur si figurë politike, me mbështetje të konsoliduar në veri dhe lidhje me klane të mëdha tribale, po ngjitej. Delvina mbeti zë i respektuar, personalitet moral, por pa pozicion zyrtar për periudha të gjata. Ai nuk kishte as ambicien e Zogut, as pragmatizmin e tij të pamëshirshëm. Kur kishte nevojë të bënte kompromis moral, Delvina shpesh zgjidhte integritetin, gjë që në politikën shqiptare të asaj kohe ishte praktikisht vrasje e vetvetishme e karrierës. Por vitet 1923-1924 shënuan pikën e kthesës radikale, pikën ku çdo mundësi pajtimi u mbyll përgjithmonë. Zogu po tregonte gjithnjë e më qartë prirjet autokratike, kontrolli mbi parlamentin po bëhej i plot, opozita po shtypej, lirit po ngushtoheshin. Ishin vitet kur edhe ata që kishin qenë të gatshëm të punonin me të filluan të shqetësoheshin seriozisht. Dhe Delvina, me atë ndershmëri të tij të patolerueshme, bëri atë që mendonte se duhej të bënte, mbështeti revolucionin e qershorit të vitit 1924. Bashkë me Fan Nolin, bashkë me intelektual dhe patriot të tjerë, ai ngriti zërin kundër qeverisjes zogiste dhe mbështeti me presencën e tij morale atë kryengritje. Madje, në qeverinë e shkurtër të Nolit, ajo qeveri e ndritur dhe e pagjumë që zgjati vetëm disa muaj, Delvina mbajti postin e ministrit të jashtëm. Ishte zgjedhja e tij e fundit politike e lirë. Dhjetori i vitit 1924 erdhi si një ortej. Zogu, i financuar nga Jugoslavia dhe i shoqëruar nga mercenarë rusë të armatës së bardhë, kaloi kufirin dhe marshoi drejt Tiranës. Qeveria e Nolit u shpërb si mjegull para diellit dimëror. Delvina, tani definitivisht në listën e armiqve personal të Zogut, nuk kishte alternativë. Natën e kthimit të Zogut, ai mori rrugën e mërgimit. Italia, Austria, vendet ku do të endej 5 vjet, me pasaporta të huaja, me shëndet gjithnjë e më të dobët, me portofol gjithnjë e më të zbrazur. Dhe atje, larg, ndërkohë që ai shëtiste nëpër korridoret e spitaleve evropiane duke kërkuar mjek pas mjeku, regjimi zogist bënte punën e vet me metodikën e ftohtë të burokratëve, gjykatat politike, të vendosura qëllimisht, shpallën dënime in absentia, dënime në mungesë, kundër krerëve të revolucionit të qershorit. Delvina u dënua. Pasuria e familjes Delvina, tokat, shtëpit, pronat që kishin mbetur pas shitjeve vullnetare të vitit 1920, u sekuestruan. Gazeta zyrtare e Republikës Shqiptare e vitit 1925 mbante emrin e tij mes atyre të sekuestrimit.
Mendoni ironinë e kësaj, paratë dhe pronat që kishin mbetur nga shitjet e vitit 1920, ato që Delvina i kishte kursyer si rezervë familjare pasi kishte dhuruar aq shumë, tani i merrte shteti zogist. Kjo ishte grabitja e plotë. Njeriu që kishte financuar krijimin e shtetit tani financonte, kundër vullnetit të tij, konsolidimin e pushtetit absolut të atij djalit të ri premtues që ai vetë e kishte nxjerrë nga anonimiteti. Por mekanizmi i vërtet i shkatërimit të Delvinës nuk ishte vetëm ekonomik. Ishte edhe psikologjik, edhe shoqëror, edhe mjekësor. Imagjinoni jetën e mërgimit, jeni mbi të 40-tat, jeni sëmur, keni lënë prapa gjithçka, dhe çdo letër që vjen nga Shqipëria ju tregon lajme të reja për konfiskimin e diçkaje tjetër, për goditjen e ndonjë miku tjetër, për konsolidimin e regjimit që ju shkatërroi. Miqtë tuaj kanë frikë t'ju shkruajnë hapur, sepse çdo letër mund të hapet nga agjentët e regjimit. Jeni njeri i rrezikshëm, jo sepse keni armë, por sepse keni kujtesë dhe sepse dini shumë. Dini si u ndërtua shteti. Dini kush pagoi çfarë. Dini historinë e vërtetë. Pikërisht kjo dituri ishte arsyeja e vërtetë pse Zogu nuk e la kur Delvinën të rehabilitohej plotësisht, pse amnistia, nëse erdhi vetëm kur trupi i arkitektit ishte aq i dobët sa nuk mund të qëndronte në këmbë. Lëre të ngjitej në foltore. Dhe tani pyetja që nuk mund ta anashkalojmë, a e dinte Zogu? A e ndiqte ai vetë largimin gradual, shkatërimin fizik dhe financiar të Delvinës? Apo ishte i rrethuar nga burokraci dhe njerëz të interesuar që i zbatonin logjikën e regjimit automatikisht, pa urdhër eksplicit? Kjo është pyetja mbi të cilën historianët nuk janë dakord. Por ka diçka mbi të cilën të gjithë janë dakord, Zogu nuk ndërhyri kurrë për ta ndaluar. Dhe mos ndërhyrja në sistemet autokratike ka të njëjtin kuptim si urdhri i drejt për drejt. Ndoshta zgjuarësia e tij e madhe qëndronte pikërisht këtu, nuk kishte nevojë të urdhëronte asgjë. Mjaftonte të heshte. Çdo të thot kjo për nocionin ton të miqësisë, të besimit, të besnikërisë politike? Dhe a mund ta kuptojmë ne, njerëz të shekullit 21, thellësinë e dhimbjes që ndjen njeriu kur kupton se ajo gjë për të cilën dhuroi gjithçka, shteti, ideja, projekti, e ka kthyer shpinën? Shtatori i vitit 1928, Ahmet Zogu shpallet mbreti shqiptarëve. Data, i pari shtator. Ceremonia u mbajt me pompa dhe bujë të studiuar. Pallati i ri, uniformat e reja, titulli i ri, zoti mbi shqiptarët, siç ia donte ambicia e tij prej vitesh. Korespondent të huaj shkruajtën me habi dhe ironi të lehtë për shpalljen mbretërore të një vendi kaq të vogël e të varfër. Por për Zogun, simboli kishte rëndësi absolute, nuk ishte mjaftueshëm president, kishte nevojë për kuror, për dinasti, për gjithësi. Dhe ndërkohë, po atë vit, po ato muaj, ku ishte Sulejman Delvina? Ishte ende nëpër spitalet e Evropës, me një trup gjithnjë e më të mundur nga sëmundja. Historianët nuk janë plotësisht dakord nëse kthimi i tij në Shqipëri ndodhi pikërisht në vitin 1928 apo pak vite më vonë, rreth viteve 1931-1932. Por kontrasti kronologjik mbetet i pabesueshëm si ta vendosësh krah e krah. Ai vit kur njëri vishte kurorën, tjetri mbërrinte i thyer dhe i sëmur në bregun e Vlorës, qytetit të cilit ja kishte dhuruar gjak dhe ari 14 vjet më parë. Kthimi i Delvinës vetë është një enigmë e mbushur me ironi dhe dhimbje. Pse u kthye? Disa historian pohojnë se Zogu e lejoi kthimin pikërisht kur u sigurua që Delvina ishte praktikisht i paftë fizikisht dhe politikisht, kishte pësuar dëmtime serioze shëndetësore dhe nuk mund të bënte asnjë fushate, asnjë aktivitet publik. Ishte sikur regjimi kishte llogaritur me saktësi matematikore, lejo të kthehet vetëm kur nuk të rrezikohet fare. Dhe Zogu do të dukej si zemërgjer para historisë, si njeri që falon kundërshtarët kur nuk janë më të rrezikshëm. Ndërkohë, tjetri lexim është edhe më melankolik, ndoshta Delvina nuk u kthye as nga amnistia e Zogut. Ndoshta u kthye sepse po vdiste dhe donte të vdiste në Adhe, në atë tokë bregdetare, me erën e detit Adriatik, afër Vlorës ku kishte mbikëqyrur personalisht çlirimin e vitit 1920. Njeriu me origjinë nga trevat jugore, me lidhje të thella emocionale me bregun shqiptar, ndoshta kishte vetëm një dëshirë të mbetur, të ndërronte jetë nën qiellin e vet, jo nën një qiell të huaj. Banesa e fundit e Sulejman Delvinës ishte një shtëpi me qira në Vlorë. Jo pallat, jo pronë private, ai nuk kishte pronë private, sepse shteti zogist i kishte marrë të gjitha. Një shtëpi e thjesht me qira, me dritare nga ku ndoshta shihej deti, me dysheme prej druri dhe tavan të ulët.
Njeriu që kishte mbajtur titullin e kryeministrit të Shqipërisë, që kishte nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare, që kishte folur me diplomatët e fuqive të mëdha, jetonte tani duke paguar qiran e muajit, nëse kishte me çta paguante. Miqtë e tij kishin frikë ta vizitonin. Kjo nuk është metaforë, kjo është fakt i dokumentuar nga kujtimet e bashkëkohësve. Spionët e Zogut ishin të pranishëm kudo, sidomos në Vlorë, qytet me tradita antimonarkiste dhe me kujtesë të freskët të Kongresit të Lushnjës. Kushdo që bënte vizitë tek ish kryeministri i shpallur armik mund të regjistrohej, mund të pyetej, mund të perceptohej si simpatizant i opozicionit. Kështu, njeriu që kishte krijuar rrjete politike gjatë të gjithë jetës së tij, njeriu që kishte qenë qendër e takimeve, debateve, vendimeve, e kaloi kohën e fundit praktikisht i izoluar. I sëmur, i varfër, i izoluar. Lista civile mbretërore e Zogut, rroga personale e mbretit, ndara zyrtarisht nga buxheti i shtetit, konsumonte burime të konsiderueshme financiare. Nuk ka asnjë regjistrim publik të shumave eksakte për çdo vit, por historianët ekonomik që kanë studiuar periudhën kanë konfirmuar se obori mbretëror kishte standarde jetese jashtëzakonisht të larta për një vend kaq të varfër. Pallate, gardë personale, udhëtime jashtë vendit, recepcione diplomatike, krejt kjo financohej nga buxheti i shtetit, nga taksat e fshatarëve, nga burime ekonomike që nuk ishin shumë. Dhe ndërkohë, një ish kryeministër nuk merrte asnjë pension, asnjë mbështetje financiare, asnjë njohje zyrtare të kontributit të tij. Ky kontrast midis shpenzimeve mbretërore dhe braktisjes absolute të arkitektit të shtetit është gjëja që duhet ta mbajmë parasysh si pikë qendrore narrative, nuk është çështje e fatit keq apo e rrethanave. Është çështje e zgjedhjes politike. Zogu zgjodhi ta harroj Delvinën. Zgjodhi të mos i garantonte asnjë pension. Zgjodhi të mos i kthente asnjë nga pronat e sekuestruara. Dhe në atë heshtje të thellë institucionale bëhej me dije për çdo ish armik të regjimit se çfarë fati i priste ai që guxonte të kundërshtonte. Vdekja e Sulejman Delvinës, më datën e parë të gushtit të vitit 1932, u pranua nga autoritetet lokale me atë qetësi të frikshme burokratike të regjimeve që din çfarë duan të harrojnë. Varrimi u mbajt në profil të ulët me qëllim, siç pohojnë historianët. Nuk pati salvo topash, nuk pati delegacion qeveritar, nuk pati fjalim zyrtar, nuk pati urdhëresësie kombëtare. Njeriu që kishte shpëtuar Shqipërinë nga coptimi u fut në tokë si çdo qytetar i zakonshëm, ndoshta edhe si qytetar më pak i zakonshëm se shumë të tjerë, sepse të tjerët të paktën kishin fëmijë e miq rreth varrit, ndërkohë që ata që donin të ishin aty kishin frikë nga sytë e padukshëm. Ndërkohë, nëse shfletojmë gazetat e datës së parë të gushtit të vitit 1932, nuk do të gjejmë asnjë rresht nekrologu për Sulejman Delvinën. Gazetat zogiste kishin detyra të tjera, festonin përshëndetërjet mbretërore, reklamonin investimet e reja, ngrinin lart imazhin e Zogut si arkitekt i shtetit modern shqiptar. Po, arkitekt, ky ishte titulli që regjimi u atribuonte vetë mbretit. Kurse arkitekti i vërtet ishte duke u varrosur pa fanfar, pa nderime, pa asnjë rresht gazete në dërë të Vlorës. Dhe këtu shtrohet pyetja që do të na shoqërojë gjatë gjithë këtij dokumentari, pyetja që nuk ka vetëm dimensionin historik, por ka edhe dimensionin filozofik dhe human, si funksionon mekanizmi i harresës politike? Si bëhet që një sistem me legjitimitet, me institucione, me gazetari, me shkolla, mund të fshijë kaq sistematikisht kontributin e një njeriu që i dha gjithçka? Dhe çfarë të thotë kjo rreth natyrës së vet pushtetit dhe rreth njerëzve si ne, të cilët e lejojmë të ndodhë? Nuk e dija se po e shihnin. Por e ndija. Gjithmonë e ndija, kjo ishte fjala e fundit e një njeriu të moshuar nga Vlora, njërit prej atyre të rrallëve që kishin guxuar ta vizitonin Sulejman Delvinën në muajt e fundit të jetës së tij, dhe që kishte mbajtur heshtjen e vet si një plag të fshehur nën rrobë për vite me radhë. Duart i dridheshin ndërsa fliste, jo nga pleqëria, megjithse pleqëria kishte ardhur me tërbim të plot, por nga ajo lloj kujtese që nuk pushon kurrë, që s'lejon gjumin të bëhet i qetë. Ai e kishte parë Delvinën në atë shtëpi me qira. Kishte parë çfarë kishte mbetur nga njeriu që kishte mbajtur mbi supet e tij projektin e kombit. Dhe kishte heshtur, sepse heshtja ishte çmimi i mbijetesës. Sot, pas dekadash, ata pak njerëz të moshuar nga rrethi i Vlorës që mbajnë fragmente të kësaj kujtese, flasin për herë të parë hapur për sekretet që i mbajtën të mbyllur për gjysmë shekulli. Ç'pan ata kur hynin në atë shtëpi?
Çfarë ndjenin kur zbresnin shkallët e asaj porte dhe dëgjonin zërin e tij, tashmë të mpir, të rënduar nga sëmundja, duke i mirëpritur me ngrohtësinë e vjetër të politikanit që nuk kishte harruar kur emrat, fytyrat, familjet e njerëzve me të cilët kishte punuar? Ishin vizita të tilla ato pak momentet kur Delvina nuk ishte thjesht viktim pasive e historisë. Ishte ende njeri me kujtesë, me ndjenja, me dinjitet të sfiduar, por jo të thyer fare. Vizitorët e rrallë ktheheshin nga ajo shtëpi me një ndjenjë të rëndë dhe të pazakontë, ndjenjën e asaj që mund të quhet turpi historik. Jo turpi personal, por turpi kolektiv i shoqërisë që lejonte të ndodhte diçka kaq e padrejtë pa ngrënë zërin, pa protestuar, pa shkruar asnjë rresht hapur. Sepse çdo njeri që dinte çfarë kishte bërë Delvina për Shqipërinë dhe shumë dinin, sepse kujtime familjare nuk shuhen lehtë dhe që nuk bënte asgjë, bëhej pak nga pak pjesë e mekanizmit të harresës. Jo nga dashuria për regjimin, por nga frika. Dhe frika, kur bëhet normë kolektive, ka fuqinë e urdhrit. Ndërkohë, jeta e brendshme e asaj shtëpie me qira mblidhte një lloj dhimbjeje krejtësisht njerëzore, larg politikës, larg historisë së madhe. Bashkëshortja, gruaja e cila kishte pranuar pa ankesë të shiste stolitë të saj për të financuar një shtet, ishte ajo që mbante shtëpinë tani. Ajo siguronte gjithçka mundej. Historia nuk na ka lënë shumë detaje rreth saj, por bashkëkohësit që i kanë njohur të dy pohojnë me unanimitet se ajo ishte shkëmbi i qetë pas të cilit Delvina mbante pak ngrohtësi. Kur ai nuk mund të ngrihej nga shtrati, ajo lexonte për të. Kur ai nuk mund të hante vetë, ajo ushqente me durim atë burr të gjatë dhe dikur të fuqishëm që tani ishte bërë si hije e vetes. Çfarë flisnin ata dy brenda mureve të asaj dhome? Çfarë kujtimesh ndanin kur nata binte dhe heshtja e Vlorës mbulonte çatin e ulët? A fliste ai për kongresin e Lushnjës, për ditët kur e kishte parë projektin e kombit duke marrë formë si argjila në duart e punëtorëve? A i tregonte asaj me dhimbje të fshehur historinë e asaj kutistolish, kutia që kishte zbrazur me duart e veta, duke menduar se bënte diçka të lavdërueshme, diçka të papërsëritshme? A e urrejte veten ndonjëherë për naivitetin e besimit të tij? Kjo pyetja e pendimit, është ndoshta pyetja më private dhe më e dhimbshme e krejt kësaj tragjedie. Sepse njeriu i pandershëm nuk pendon kurrë, ndërsa njeriu i ndershëm vuan nga rindërtimi i çdo vendimi të marrë me mirëbesim, pyesin veten pafundësisht, a mund të kishte qenë ndryshe? A duhej ta dija? A isha naiv? Dhe ky vetë gjykim i brendshëm, ky gjyq i heshtur në vetdijes, ngrënia e brendshme, është ndoshta forma më mizore e torturës që ekziston, sepse nuk ka xhelatat, nuk ka qeli, nuk ka zinxhir. Ka vetëm mendjen e vet njeriu duke punuar pa pushim kundër tij. Sulejman Delvina, ky Sulejman Delvina, intelektuali i shkolluar në Stamboll, njeriu me mend të mprehtë dhe me analizë politike delikate, e kuptoi plotësisht çfarë kishte ndodhur. Kjo ishte ndoshta gjëja më e rëndë, jo se nuk e kuptoi, por se e kuptoi shumë qartë. Njeriu pa intelekt mund të mbajë iluzionet si mbulesë. Njeriu me intelekt të mprehtë i sheh iluzionet duke u shpërbërë, shikprerje pas shikprerje, vit pas viti, pa asnjë dorë ta ndihmojë t'i mbajë. E megjithatë, ata që e vizituan flasin për diçka të habitshme, për dinjitetin e tij. Jo për hidhërimin, jo për urrejtjen, jo për sharjet kundër zogut. Flasin për dinjitetin, atë cilësi të rrallë e të kulluar të njeriut që refuzon të lejojë dhunën t'ia grabis identitetin e fundit. Mund t'ia hiqnin pronat. Mund t'ia hiqnin pozicionin. Mund t'ia hiqnin edhe shëndetin. Por dinjitetin e brendshëm, atë bërtham të qetë të vetdijes morale, atë s'mundet ta merrte asnjë dekret, asnjë sekuestrim, asnjë heshtje institutive. A mund ta kuptojmë ne, sot, me të gjitha rehatit e epokës son, çfarë do të thotë të ruash dinjitetin kur gjithçka tjetër të është marrë? Dhe a mund të imagjinojmë se çfarë ndjente kjo grua, ajo grua e heshtur dhe e fortë, e cila kishte dhënë stolitë e veta dhe tani shërbente si infermiere dhe shoqe e vetmisë, kur dëgjonte zërin e dobët të bashkëshortit të saj duke kujtuar me qetësi të frikshme ditët kur ndërtuan një shtet me duart e veta? Ka një pikë pyetje që historianët shqiptarë kanë shmangur me kujdes të ftohtë. Pse një burr i shkolluar, i aftë, me lidhje ndërkombëtare, me respekt edhe ndër diplomatët e huaj, vdiq pa pasur asnjë mundësi reale për kujdes mjekësor adekuat? Pse mjekët e mirë të Tiranës nuk shkuan në Vlorë? Pse shteti nuk i ofroi asnjë trajtim, asnjë spital, asnjë mbështetje minimale shëndetësore? Zyrtarisht, Delvina vuajti nga komplikacione të rënda, tuberkulozi dhe sëmundjet e stomakut janë përmendur nga bashkëkohësit.
por sëmundjet e tij u zhvilluan pikërisht në ato vite kur ai ishte jashtë vendit, nëpër spitalet e Italisë dhe Austrisë, duke kërkuar me mundin e fundit financiar diagnoza dhe terapi. Kur u kthye, trupërisht i shkatëruar, nuk gjeti asgjë të organizuar për të, asnjë strukturë shtetërore të interesuar për gjendjen e tij. Dhe këtu qëndron ajo diçka e errët dhe e paprovueshme plotësisht, por edhe e pamohueshme në terma të rezultatit. Regjimi I Zogut e la të vdiste. Jo me helm, jo me plumb, mënyrat e thjeshta dhe të dukshme. Por me indiferencë të studiuar, me mohim sistematik të çdo rrugë kujdesi, me izolim të organizuar social dhe institucional. Kjo teori, e diskutuar me zë të ullët mes antizogistëve të emigracionit prej vitesh, ka një logik politike të ftohtë dhe të qartë. Delvina I gjallë dhe I shëndetshëm do të mbetej gjithmonë rrezik potencial. Delvina I gjallë por I rënuar ishte argument I fuqishëm kundër regjimit, argument që mund të fliste. Delvina I vdekur, I varrosur pa fanfar, ishte çështja e zgjidhur. Janari I vitit 1932, Delvina kishte gati gjysmë viti në Shqipëri. Trupi I tij po rrëzoi me shpejtësi alarmante. Miqt, ata pak të guximshëm që guxonin ende të kalonin pragun e asaj porte, ktheheshin me fytyra të nxjera nga shqetësimi. Ngjyra e lëkurës kishte marrë tonet e sëmundjes kronike, syt, dikur të gjallë dhe analizues, kishin fituar atë largësi të caktuar të njerëzve që kanë filluar të largohen pak nga bota. Ndërkohë, Tirana e Mbretit mbante ritmin e vet ceremoni zyrtare. Recepcione diplomatike. Udhëtime mbretërore jashtë vendit. Botimet e fotografive të Zogut me uniform plot medalje. Një makinë imazhi që punonte me metodikën dhe insistencën e njeriu të vetëdijshëm se legitimiteti I tij historik nuk ishte plotësisht I sigurt, se gjithmonë do të kishte kujtimet dhe krahasimet. Prandaj makineria e imazhit duhej të punonte pa pushim. Dhe pikërisht kjo është ajo çka bën regjimin e Zogut krejtësisht specifik dhe jashtëzakonisht rrëqetës në mënyrën e tij. Nuk ishte thjesht regjim represiv. Ishte regjim që dinte të punonte me historiografin, me kujtesën, me narrativën. Zogu e kuptonte intuitivisht se historia shkruhet nga fituesit, jo vetëm metaforikisht, por edhe praktikisht. Gazetat nën kontrollin e tij nuk e sulmonin Delvinën hapur, pse do të duhej? Sulmi I hapur krijon mëshirë. Mjaftonte heshtja. Heshtja absolute e institucionale, heshtja e shkollës dhe e universitetit, heshtja e gazetës dhe e librit, kjo ishte arma pa zë dhe pa gjurmë. Ai njeri, ai kryeministër I parë, ai financues I shtetit, bëhej gjithnjë më I panjohur, gjithnjë më I padukshëm. Brezat e rinj do të rriteshin pa e dëgjuar emrin e tij. Brezat e mëdhenj do ta mbanin kujtesën, por do të tremburdoseshin ta shprehin. Dhe me kalimin e kohës, edhe kujtesa e mbajtur me frikë fillon të zbehej. Por nuk ishte vetëm çështje administratash dhe gazetash. Kishte edhe dimensionin thellësisht njerëzor të paranojës sociale që regjimi kultivonte me kujdes. Spionët nuk ishin vetëm instrument informacioni, ishin instrument izolimi. Kur dikush dinte se vizita tek Delvina mund të regjistrohej, mund të interpretohej si simpatizim me armikun, njeriu racional e peshonte rrezikun, familja, puna, siguria e fëmijëve. Dhe njeriu racional zgjidhte të mos shkonte. Kështu, pa asnjë urdhër eksplicit, pa asnjë dekret izolimi, Delvina gjendej I braktisur, jo nga mërzitja e njerëzve, por nga frika e tyre racionale. Ky është mekanizmi I sofistikuar I shkatërimit psikologjik nën sistemin autoritar, nuk ke nevojë ta rrethosh fizikisht viktimën. Mjafton të rrethos me frikë ata që do ta vizitonin. Rezultati është I njëjtë, izolim total, por mënyra është e padukshme, e pagjurmueshme, e mohueshme. Askush nuk urdhëroi asgjë. Askush nuk është fajtor. Ndodhi vetë. Prill. Maj. Qershor I vitit 1932. Muajt kalonin si valët e detit që dëgjohej nga dritarja e vogël. Trupi I Delvinës po ja dorëzonte betejën sëmundjes. Ai kishte ende luciditetin e mendjes, ata pak vizitor pohojnë se biseda me të ishte akoma plot vëzhgim dhe analizë të mpret politike, por trupi kishte ndalur së dëgjuari mendjen. Kishte filluar ecuria e fundit, ajo e ngadaltë dhe e pashmangshme që gjithë mjekësia e kohës nuk mund ta ndalte, sidomos pa mjek dhe pa ilaçe. Dhe ndërkohë, jashtë mureve të asaj dhome, Shqipëria e Zogut vazhdonte rrugën e vet me kundërshtimet e shtypura, me pushtetin e centralizuar, me oborin mbretëror, me retorikën e modernizimit. Njëri kishte dhënë gjithçka dhe mbërriste në fundin e rrugës me duart bosh.
Tjetri kishte marrë çdo gjë, kontributin, investimin, arkitekturën e shtetit dhe e quante atë trashëgimi vetjake. A mund të bëhet kriminal ai që mohon ndihmë? A është po aq fajtor ai që nuk vepron sa ai që vepron me dashje të keqe? Dhe çfarë na thot kjo rreth kufive të fajit politik, rreth vijës së hollë mes kriminalitetit dhe lakmisë institucionale? Ka sëmundje të trupit dhe ka sëmundje të anëmban. Delvina pati të dyja njëkohësisht dhe e dyta ishte ndoshta ajo që e mundi para kohe. Tuberkulozi apo sëmundja e stomakut, siç raportonin bashkëkohësit, ishin fytyra e dukshme e shkatërimit. Por pas asaj fytyrave qëndronte diçka tjetër, shkatërimi sistematik i çdo mbështetjeje njerëzore, institucionale, financiare. Ishte si të shikoje në përgjamin e mjegullit dik që po mbytej dhe asnjë dorë nuk shtrihej ta nxirrte. Verifikoni sëmundjet konkrete ka qenë e vështirë për historianët, sepse regjimi nuk mbante regjistrime publike të gjendjes shëndetësore të kundërshtarëve politik. Por fragmentet ekzistojnë në letrat private, në kujtimet e familjarëve, në raportet konsullore italiane të periudhës. Nga ato fragmente del imazhi i një njeriu që kishte vuajtur fizikisht shumë gjatë viteve të mërgimit, që ishte trazuar nga kushtet e vështira të jetesës jashtë dhe që ktheu në atë dhe me trupin e rënduar dhe të shpenzuar. Familja e tij, pakicë e vogël ata që ishin mbetur rreth tij, të afërmit që guxonin, bënte ç'mundej. Por ç'mund të bëj familja kur mungon shteti, kur mungon sistemi i kujdesit shëndetësor adekuat, kur vetë familja ka humbur pasurinë familjare? Ishin njerëz të ngushtuar nga secila anë, nga ana financiare, nga ana e frikës politike, nga ana e mundësive reale. Ata që kishin dashur ta ndihmonin kishin duart e lidhura. Imazhi i asaj periudhe, muajve të fundit para datës së parë të gushtit, është ky: një burr i shtirë, dritaret e hapura të xhevahireve pranë detit, era e njelmët duke hyrë ngadalë, tavan i thjesht mbi krye, e bashkëshortja në krah. Jashtë, vlora e gjallë me jetën e saj, tregtar, fëmijë, peshkatar. Jeta vazhdonte, indiferente dhe e bukur, ashtu siç vazhdon gjithmonë, pavarësisht nga tragjeditë individuale. Dhe njeriu i shtirë dëgjonte zërat e rrugës, zërat e detit dhe ndoshta, kush e di, mendonte për kongresin e lushnjës, për mbledhjet e zjarta, për ditët kur ndihej se historia kishte shije, se jeta kishte drejtim, se projekti ishte i madh dhe i vyer. Çfarë kupton njeriu kur shikon prapa nga fundi i rrugës? Nëse Sulejman Delvina kishte mundësinë ta bënte atë bilanc, atë gjykim final të qetë dhe të lirë nga politikat, nga ambiciet, nga zhgënjimet, çfarë do të gjente? Një shtet i krijuar. Një pavarësi e mbrojtur. Lufta e Vlorës e fituar. Administratë e parë funksionale. Kontribute të pallogaritshme historike. Dhe pastaj shkatërimi i sistemuar, izolimi, varfëria, harresa e organizuar. Do të kishte qenë lehtë të shihte vetëm tragjedi. Por disa nga fragmentet e rralla të bisedave të tij të fundit, të ruajtura me gojë nga vizitorët e guximshëm, sugjerojnë diçka tjetër, se ai nuk pendohej për zgjedhjen bazë të jetës së tij, zgjedhjen të shërbente ndershmërisht. Pendohej ndoshta për naivitetet e caktuara, për besimin tepër të madh tek disa njerëz të caktuar. Por jo për zgjedhjen kryesore. Dhe kjo refuzimi final i kapitulimit moral, ishte ndoshta dhurata e fundit dhe më e çmueshme që Delvina ia la historisë shqiptare. Regjimi kuptonte ndoshta këtë. Kuptonte se nëse Delvina do të fliste hapur, do të shkruante, do të jepte intervista, historia do të kishte rrokullisur narrativën zyrtare. Prandaj izolimi ishte i domosdoshëm jo vetëm si ndëshkim, por si kontroll narrativ. Njeriu i izoluar nuk flet me gazetarët. Njeriu i varfër nuk botonte libra. Njeriu i sëmur nuk udhëtonte në konferenca ndërkombëtare. Zogu e kuptonte mirë se kontrolli i rrëfimit historik ishte po aq i rëndësishëm sa kontrolli politik. Por historia ka një ironi të madhe, ndoshta ironi e vetme me shije të ëmbël në krejt këtë tregim të hidhur. Pikërisht nga që u tentua fshirja e plotë e emrit të Delvinës, pikërisht nga që varri i tij u la pa fanfarë dhe pa nderime, pikërisht nga që gazetat e asaj kohe nuk shkruajtën asnjë rresht, lindi diçka tjetër. Lindi kujtesa e fshehur, kujtesa e transmetuar me zë të ulët, nga gruat e vajza, nga plak të nip, nga mik të mik i besuar. Memoria underground, ajo kujtesë që nuk mund ta ndalosh me asnjë dekret, sepse jeton brenda njerëzve, në bisedat private, në historinë familjare, në dinjitetin e atyre që dinin të vërtetën dhe refuzonin ta harronin. Dhe sot, kur mund të flasim hapur, kur arkivat kanë filluar të hapen, kur pasardhësit tregojnë, kuptojmë se ajo kujtesë e fshehur mbijetoi krejt aparatin shtetëror të harresës.
Mbijetoi pallatin, kurorën, listën civile mbretërore, sekuestrimin e pronave, varrimin nën profil të ulët. Mbijetoi sepse e vërteta, kur është reale dhe kur ka njerëz që e dinë, ka aftësi të habitshme rezistence. Tani pyetja bëhet krejtësisht e jona. Ne, sot, kemi dokumente, kemi arkiva, kemi historian, kemi mundësinë të flasim lirshëm. Çfarë bëjmë me këtë fat që nuk e pati ai? Çfarë detyrimi na krijon historia e Sulejman Delvinës ndaj nesh, ndaj mënyrës si i kujtojmë, i emërtojmë, i trajtojmë ata që japin gjithçka dhe marrin asgjë? Shërbimi i fshehtë i kohës, një rrjet i errët dhe i kudondodhshëm që kontrollonte çdo frymëmarrje në Shqipërinë e atyre viteve, mbante dosje me kode të veçanta, aq sekrete dhe të rëndësishme sa ekzistonin vetëm pak kopje të fshehura thellë në kasafortat më të sigurta të ministrisë. Në ato fletë të zverdura nga koha fshihej e vërteta absolute dhe e pakundërshtueshme mbi pasurinë e pamas të Sulejman Delvinës, planet e detajuara të sekuestrimit të çdo qindarke të tij, dhe diçka thellësisht tronditëse që kalon çdo imagjinat njerëzore, urdhrat e heshtur për izolimin e tij të plot nga bota e gjallë. Pse këto dosje kaq jetike për historinë tonë u zhdukën pa lënë gjurmë? U dogjën në fshehtësi të plot ose u pastruan me një kujdes kirurgjikal pikërisht në ato ditë të nxehta gushti kur ai po jepte shpirt në një dhomë të varfër e të harruar të Vlorës? Këtu hym në zemrën e errët dhe të ftohtë të arkivave të shtetit zogist, aty ku historia e vërtetë e kombit nuk shkruhej për t'u kujtuar, por fshihej me një metodikë shtetërore që të ngjall një tmerr të thellë. Kur studiuesit e sotëm, të armatosur me durim dhe dëshirë për të vërtetën, kërkojnë dokumentet e vitit 1925, vërejnë me një habi rëqethse se mungojnë faqe të tëra nga regjistrat kryesor të thesarit. Janë zhdukur pikërisht ato fletë ku shënoheshin me saktësi milimetrike shifrat e Floririt që Delvina kishte derdhur nga xhepi i tij për të mbajtur në këmbë ushtrinë dhe administratën e parë të shtetit të brish shqiptar. Dikush, duke zbatuar një urdhër të prerë nga lart, kishte kaluar net të tëra pa gjumë duke grisur me kujdes provat e një borxhi kolosal që shteti i ri, i etur për pushtet, nuk donte ta njihte kurrë zyrtarisht. Kjo nuk ishte as pak një humbje e rastësishme e letrave nga koha apo pakujdesia e nëpunësve, por një fshirje e organizuar në nivelet më të larta. Një asgjësim i qëllimshëm i kujtesës financiare të kombit për të mbrojtur mitin e rrem të monarkut të vetë krijuar. Komploti i ngritur kundër tij nuk ishte thjesht një hakmarrje politike e rëndomt mes rivalësh, por një operacion thellësisht ekonomik, i mirëmenduar në çdo detaj të tij dhe i ekzekutuar me një gjaktotësi të pashoqe. Njerëzit më të afërt të Ahmet Zogut, ata që përfitonin drejt për drejt nga ky sistem, kishin ngritur një rrjet të padukshëm interesash që lidhte gjykatat e posaçme politike me zyrat e thesarit të shtetit në një zinxhir të pandërprerë korrupsioni. Ata e dinin shumë mirë dhe i trembeshin faktit se një njeri që kishte financuar vetë pavarësinë dhe mbijetesën e vendit, mund të kërkonte llogari morale dhe materiale nesër, duke rrezikuar themelet e pushtetit të tyre. Prandaj, asgjësimi i tij duhej të fillonte pikërisht nga letrat, nga fshirja e çdo gjurme zyrtare që e bënte atë kreditorin më të madh të shtetit shqiptar dhe dëshmitarin më të rrezikshëm të së vërtetës. Lidhjet e fshehta mes këtyre burokratëve të bindur, të cilët vepronin nën hijen e pushtetit absolut, tregojnë një makineri të frikshme shtypjeje që punonte në heshtje të plot për të shkatëruar jetë njerëzish. Ata nuk përdornin armë zjarri apo burgje të errëta për këtë fazë të krimit të tyre, por përdornin bula zyrtare, dekrete sekuestrimi të pamëshirshme dhe heshtje të llogaritura me një saktësi vdekjepruese. Çdo pronë e sekuestruar e familjes Delvina kalonte nëpër duart e tyre të kujdesshme, pastrohej nga ana juridike përmes proceseve të montuara, para se të përfundonte si një burim i ri të ardhurash në arkën e pafundme të oborrit mbretëror. Motivi i tyre ishte i qartë, i thjeshtë dhe i pamëshirshëm, të pasurohej pushteti i ri duke thithur gjakun, djersën dhe pasurinë e themeluesve të vjetër të shtetit, duke i lënë ata në mjerim absolut. Kjo makineri e ndërlikuar grabitjeje, e cila funksiononte me saktësinë e një ore zvicerane, nuk mund të vepronte kurrë pa një mendje të ftohtë që e drejtonte dhe e mbronte nga lartësitë e pushtetit. Të gjitha fijet e këtij komploti të heshtur, të gjitha faqet e grisura nga arkivat dhe pronat e tjetërsuara me dhunë ligjore, të çojnë në një zyrë të vetme, atë më të rëndësishme në qendër të kryeqytetit. A mund të besojmë vërtet se një vjedhje e tillë historike, një fshirje kaq masive e së vërtetës kombëtare, ndodhi pa miratimin e drejtpërdrejtë të njeriut që mbante kurorën e artë mbi kokë? Pak ditë para tragjedisë së atij gushti të zymt, në shtëpinë e heshtur dhe të izoluar të Vlorës, erdhi një vizitor i panjohur në orët e vona të mbrëmjes, një hije që nuk u regjistrua askund në defteret e policisë lokale.
Ekzistonte aso kohë një listë e pashkruar emrash, njerëz të besuar të regjimit që lëviznin si fantazma mes Tiranës dhe Jugut për të përcjellë mesazhe kërcënuese që nuk mund t'u besoheshin letrave apo telefonatave të përgjuara. Kur vizitori doli nga ajo derë e vjetër dhe u zhduk në errësirën e rrugicave, ish kryeministri dukej sikur kishte marrë goditjen e fundit, atë goditje të padukshme në shpirt që nuk shërohet më kurrë nga asnjë mjeksi e botës. Besimi i tij i dikurshëm, ai idealizëm i pastër dhe i papërlyer që e kishte shtyrë të jepte gjithçka për atë dheun, ishte thyer përfundimisht në atë dhomë të errët e të lagësht ku merrte frymë me vështirësi. Sulejman Delvina kishte besuar verbërisht të shteti që kishte ngritur me duart e tij, të institucionet që i kishte financuar me florinë e familjes kur askush tjetër nuk guxonte të rrezikonte pasurinë. Tani, ai shteti pamëshirshëm dhe mosmirënjohës po i dërgonte hije në mes të natës për t'i numëruar ditët e mbetura dhe për t'i kujtuar se ishte plotësisht i pambrojtur përballë makinerisë që vetë kishte ndihmuar të krijojë. Këtu shohim qartë fiziologjinë e vërtetë të pushtetit dhe çmimin e tmerrshëm fizik që ai merr nga ata që e ushtrojnë me paranojë dhe frikë të vazhdueshme nga humbja e tij. Për 12 vjet në krye të shtetit, Ahmet Zogu ishte plakur para kohe, duke u shndërruar nga një djalosh premtues e plot energji në një burr me shikim të akullt, me flokë të thinjur para moshës dhe me lëvizje të llogaritura e të ngurta. Fytyra e monarkut kishte marrë ashpërsinë e mermerit të ftohtë, ndërsa sytë i lëviznin vazhdimisht me paranojën e atij që i dinte të gjitha sekretet dhe që kishte ndërtuar pushtetin e tij mbi varreza të mbuluara me gur të bardhë. I analyze the markers of writers 1-2-3. Për herë të parë pas 10 vitesh heshtjeje absolute, njëri prej atyre njerëzve të rrallë që e kishin parë nga afër makinerinë e shkatërimit të Sulejman Delvinës ra dakord të hapte gojen, jo para gjykatës, jo para komisioneve, por para kujtesës së historisë. Ky njeri, ish në punës i vogël i administratës zogiste në Vlorë, kishte jetuar gjithë jetën në barën e asaj që dinte, duke mbajtur sekrete që i prishnin gjumin çdo natë. Çfarë zbuloi ai dhe çfarë zbuluan të tjerët si ai, ata njerëz të heshtur e të fshehur nëpër qytetet e vogla të Jugut, e rrokullisin narrativën zyrtare të historisë shqiptare të asaj periudhe. Sepse kishte një plan. Jo i improvizuar, jo i ngjallur nga rrethanat, por plan i paramenduar, i strukturuar, i ekzekutuar me durim të frikshëm ndër vite. Dhe ky plan kishte si objekt të tij jo thjesht rënimin e një burri, por fshirjen e një ideje të tërë, ideja se shteti mund të ndërtohej me nder. Kthehemi te viti 1925, viti i parë i plot pas triumfit të rikthimit të Zogut. Kolosi i ri mbretëror, ende president atëherë, mbret do të bëhej 3 vjet më vonë, kishte urgjencën e atij që e di se pushteti pa bazë ekonomike është i brishtë si qelçi. Duhej pasuri. Duhej kapital. Duhej ark. Dhe aty gjen dekretet e sekuestrimit, ato dokumente zyrtare me vulën shtetërore që sot i gjejmë në arkivat e fragmentuara, ku emri Delvina paraqitet mes 10 emrash të tjerë të dënuar politikisht. Por nëse i shikon me kujdes, vëren diçka. Pronat e familjes Delvina ishin ndër të parat të listuara, me saktësinë e dikujt që i dinte mirë ato prona, dikujt që kishte vizituar, ndoshta, ato toka dhe ato shtëpi me sytë e veta, dikujt që i kishte hartografuar para se të urdhëronte marrjen e tyre. Ky detaj teknik, renditja e emrit të Delvinës në listën e sekuestrimit, është ndoshta prova më e thjeshtë dhe më e qartë e asaj që historianët quajnë hakmarrje e paramenduar. Jo kolateral dëmtimi. Jo efekt anësor i politikës së gjerë. Por shënjim i qëllimshëm i njeriut që dinte tepër shumë dhe kishte autoritet moral tepër të madh. Sepse Delvina nuk ishte vetëm kundërshtar politik. Ai ishte dëshmitar i gjallë i mënyrës se si kishte ardhur Zogu në pushtet dhe kush e kishte ndihmuar dhe me çfarë. Ndërkohë që Zogu ndërtonte narrativën e forcës dhe genialitetit personal si burim të pushtetit të tij, ekzistonte ky njeri i gjallë dhe me kujtesë të pagabueshme që mund të tregonte historinë tjetër, historinë e varësisë, të mentorimit, të investimit fillestar njerëzor dhe financiar. Kjo kundërrëfim, e vërteta e cila shkatëronte mitin, duhej asgjësuar bashkë me mbajtësinë e saj. Ekziston një term juridik latin, factum infectum fieri nequit, ajo çka është bërë, nuk mund të bëhet e pa bërë. Por regjimet autokratike harxojnë energjinë e tyre kryesore pikërisht duke u përpjekur ta bëjnë të mundur të pamundurën, të fshin faktet, të ndryshojnë kujtesën, të riformulojnë historinë. Dhe nganjëherë ja dalin për dekada. Nganjëherë nuk ja dalin, dhe e vërteta del nga gropa e harresës si bim nga çarjet e gurit.
A do të kishte pasur Sulejman Delvina ndonjë shans, ndonjë mundësi reale shpëtimi, jo si njeri fizik, por si forcë politike e gjallë, nëse kishte vepruar ndryshe? Nëse kishte qenë më pragmatik, më i gatshëm të bënte kompromise, më i gatshëm të lante duart e tij të ndershme me pak balë? Kjo pyetje ka mundur gjithmonë historianët e kësaj periudhe, sepse i vë përballë njëri tjetrit dy vlera themelore, ndershmëria absolute dhe efektiviteti politik. Delvina zgjodhi të parën. Zogu kishte zgjedhur të dytën pa hezitim prej ditës së parë. Por nëse ai kishte zgjedhur ndryshe, nëse kishte mbajtur gojen, kishte bërë paqe me regjimin, kishte heshtur rreth origjinës së pushtetit zogist, a do të kishte ndëruar gjë? Apo makineria kishte vendosur fatin e tij pavarësisht çdo veprimi individual që mund të ndërmerrte? Dhe çfarë na thot kjo rreth futilitetit të ndershmërisë në lojën e pushtetit? Vëni re këtë, kur Ahmet Zogu mori kurorën mbretërore në shtatorin e vitit 1928, kishte saktësisht një grup njerëzish në të gjithë Shqipërinë që e dinin të vërtetën e plotë. Dinin se kush kishte financuar strukturat e parashtetërore, kush kishte vënë florinjt e familjes mbi tavolinën e lojës historike, kush kishte ngritur atë makinerinë administrative dhe ushtarake pa të cilën pushteti i Zogut do të kishte mbetur vetëm ambicie boshe. Ky grup i vogël, rreth 12 deri 15 njerëz, kryesisht intelektual të vjetër dhe zyrtar të administratës fillestare, mbante kolektivisht kujtesën institucionale të kombit. Ata e dinin çfarë kishte bërë Delvina, dinin çfarë kishte sakrifikuar dhe dinin çfarë i kishte kushtuar kjo zgjedhje. Dhe pikërisht ky grup, kjo bibliotekë e gjallë e historisë reale, u gjend shumë shpejt në presionin e fshehtë të regjimit të ri. Disa emigruan. Disa heshten plotësisht dhe u tërhoqën nga jeta publike. Disa, ata që kishin familje dhe fëmijë, ata që kishin diçka për të humbur, bën atë zgjedhje të dhimbshme dhe të kuptueshme njerëzisht që çdo regjim autoritar dita prodhoi, zgjedhën të mbijetonin duke harruar publikisht çfarë dinin privatisht. Kjo ishte goditja nga shpina e vërtet, jo goditja ndaj Delvinës vet, por goditja ndaj kujtesës kolektive. Zogu nuk kishte nevojë të eliminonte fizikisht çdo dëshmitar. Mjaftonte të krijonte kushtet ku dëshmia të bëhej e rrezikshme dhe heshtja e sigurt. Rezultati ishte po ai, me kosto shumë më të ulët politike dhe me mundësinë e mohimit të plot, ne nuk përsekutuam askënd, njerëzit zgjodhen vetë të heshtin. Kthehemi te ato muaj të fundit, vera e vitit 1932. Delvina ishte shtirë. Kushto në rrethin e gjerë të njohjes politike shqiptare dinte se ish kryeministri po vdiste. Dhe ky moment i fundit, ishte testi i fundit e i pakorruptueshëm i karakterit njerëzor dhe politik të atyre që kishin qenë rreth tij. Kush u shfaq? Kush zgjodhën të vinin, duke rrezikuar vëmendjen e spionëve, duke rrezikuar etiketimin si simpatizant? Dhe kush zgjodhën të qëndronin larg, jo nga mërzitja apo indiferenca, por nga llogaritja e ftohtë e rrezikut personal? Fragmentet e kujtimet tregojnë një numër surprizues të vogël vizitorësh. Njerëz nga jugu, shqiptar të zakonshëm, tregtar, peshkatar, në punës të vegjël, që kishin dëgjuar emrin e tij nga baballarët dhe gjyshërit e tyre, dhe kishin ndjerin se vlente të dilnin nga anonimiteti i frikës për t'i shtruar respektin e fundit. Politikanët e mëdhenj, ish kolegët, ata me pozicion dhe emër, shumica mungon të shkëlqyeshëm nga lista e vizitorëve. Ky boshllëku mes njerëzve të zakonshëm me zemër dhe politikanëve me llogaritje, na tregon diçka thelbësor rreth natyrës së besnikërisë. Besnikëria e popullit të thjeshtë, ajo besnikëri pa llogaritje dhe pa shpërblimet, nuk ka nevojë për kuror apo dekorata. Besnikëria e elitës politike, ndërkohë, është gjithmonë besnikëri me kusht, e kushtëzuar nga pozicioni, nga rreziku, nga bilanci i fitimeve dhe humbjeve. Dhe ndërkohë, kush po fitonte? Ndërkohë që Delvina shpëtonte frymën e tij të fundit, ndërkohë që çdo vizitor i rralli asaj shtëpie ndjente rëndësinë dramatike të momentit, kush po numëronte parat, kush po mbante llogarit, kush po prezantonte faktet me sytë e ngritura të lartë si çdo bankier i mirë? Zogu. Obori i tij. Njerëzit e sistemit. Vdekja e Delvinës do t'u shërbente atyre qëllimeve të shumëfishta dhe të llogarituara. Hiqte nga skena dëshmitarin kryesor, i jepte Zogut aureolën e zemërgjerësisë, kishte lejuar kthimin e tij, dhe mbyllte kapitullin e pakëndshëm të origjinës ekonomike të pushtetit zogist. Tash pas tij, historia mund të riformulohej lirisht, pa frikë nga kontradiktori i gjallë me kujtesën intakte. Por asnjëherë, asnjë regjim nuk ka arritur ta llogarisë plotësisht ndikimin e martirëve.
Njeriu i vdekur i papërmendur bëhet më i rrezikshëm se sa njeriu i vdekur i festuar, sepse historia e tij mbetet e hapur, e pakompletuar, e papronësuar nga narrativa zyrtare. Dhe histori të hapura kanë zakon të mbyllen vetë, nganjëherë pas dekadave, nganjëherë pas shekujsh, por gjithmonë. Dikush i bleu pushkët me paratë e tij. Dikush ndërtoi shtetin me florint e familjes së tij. Dikush themeloi administratën e parë me energjinë dhe autoritetin e tij. Dhe dikush tjetër ja mori të gjitha, i la asgjë, e çoi drejt harresës me durim të ftohtë dhe metodik të papërsëritshme. Kush e mban fajin e kësaj? Dhe a mjafton faji individual, apo duhet të flasim edhe për fajin kolektiv, fajin e shoqërisë që e lejoi, fajin e historianëve që heshten, fajin e breznisë son që e mësuam tepër vonë? Data e parë e gushtit të vitit 1932 filloi si çdo ditë tjetër e asaj vere të nxehtë vlonjate. Dielli ngrihej mbi Karaburunin, deti ndriçoi në atë ngjyrë të thellë blu që vetëm Adriatiku i Jugut e di ta shfaqen në orët e hershme. Kanagjegjet e portit fillonin punën e tyre, grupe fëmijësh vrapoheshin nëpër rrugë, tregtarët hapnin dyqanet e tyre. Vlora zgjohej me atë normalitet të pakëndshëm të botës indiferente ndaj fateve individuale. Brenda asaj shtëpie të thjeshtë me qira, koha kishte filluar të lëvizë me ritëm tjetër, me atë ritëm të ngadaltë, solemn dhe të pamundur të ndalesh, me të cilin fundoset çdo gjë e rëndësishme. Sulejman Delvina kishte 48 vjet. Ishte moshë e re, tepër e re, por trupi i tij kishte jetuar, vuajtur dhe sakrifikuar sa për 2 a 3 jetë të zakonshme. Vitet e mërgimit, sëmundjet e shumë fishta, shkatërimi financiar, izolimi social, barrat e shumta psikologjike. Të gjitha këto kishin lënë shenjat e tyre mbi atë trup që dikur kishte mbajtur me krenari i peshën e qeverisjes dhe të vendimmarrjes kombëtare. Bashkëshortja ishte afër. Ajo kishte qenë gjithmonë afër, në vitet e lavdis dhe në vitet e errët, kur kishte dhënë stolit dhe kur nuk kishin mbetur stoli, kur kishte qëndruar ulur deri vonë duke endur fije shprese dhe fije brengash. Aty, në atë dhomë, në ato orë të para e të fundit të gushtit, ajo shoqëroi rrugën e fundit të njeriut me të cilin kishte ndarë projektin e madh, projektin e ndërtimit të shtetit dhe projektin gjithsesi madhështor, të besimit në nder si parim i pandashëm i veprimit njerëzor. Kurse atje, larg, në çatinë e pallatit mbretëror, nuk ndodhte asgjë e jashtëzakonshme. Nuk kishte ndonjë dridhje të mistershme, ndonjë pauzë ndërgjegjie, ndonjë moment meditimi mbi atë çka kishte qenë dhe atë çka po ndodhte tani. Makina e regjimit punonte me rregullsinë e vet të çekuilibruar, dekretet nënshkruheshin, ceremoni zyrtare planifikoheshin, raportet e prefektëve arkivoheshin. Emri i Delvina nuk shfaqej as në ndonjë raport të ditës, as në ndonjë komunikat zyrtare, as në ndonjë mesazh privat me rëndësi. Ndoshta ky ishte dënimi i fundit e i plot, jo vdekja, por indiferenca totale ndaj saj. Rreth orës së mesditës, zemra e Sulejman Delvinës ndaloi. Njeriu që kishte financuar pavarësinë shqiptare me florinjit e familjes, njeriu që kishte mbajtur zgjuar shtëpinë e kombit kur gjithçka ishte errësirë dhe zbrazëti. Njeriu që kishte besuar me gjithë shpirtin se shteti mund dhe duhej të ndërtohej mbi nder, e mbyllos sytë e tij mbi dritën e gushtit vlonjat, në varfëri absolute, pa asnjë zyrtar shtetëror pranë, pa asnjë njohje të asaj çka kishte dhuruar, pa asnjë fjalë zyrtare mirënjohjeje. Lajmi i vdekjes u përhap ngadalë me atë heshtje të llogaritur të sistemit që nuk dëshironte shumë. Autoritetet lokale regjistruan fakt, procedurën, ato qindra dokumente burokratike nëpër të cilat kalojmë të gjithë pas largimit ton, dhe varrimi u planifikua për ditën tjetër. Jo me fanfar, jo me salvo topash, jo me delegacion nga Tirana. Varrimi i Sulejman Delvinës ishte varrimi i harresës, ceremoni minimale, prani minimale, mburim minimal i gropës që kishte hapur regjimi para tij prej vitesh. Vlora e diti. Njerëzit e zakonshëm, ata tregtar, ata peshkatar, ata në punës të vegjël, dinin kush ishte ai njeri. Dinin historinë e florinëve të shpenzuar, dinin historinë e kongresit të lushnjës, dinin historinë e luftës për Vlorën. Dhe ku mundën, me ato gjeste të vogla e të fshehta të njerëzimit, heshtje e zgjatur kur kaloi trupi, krye e ulur, buzët e shtrënguara, shprehen atë trishtim që nuk guxonin ta shprehnin hapur. Historia kishte mbyllur një kapitull. Por kishin mbetur pyetjet që nuk u mbyllin kurrë me vdekjen e personazheve të tyre, por jetojnë pas tyre me kokfortësinë e padrejtësisë së pazgjidhur. Kush ishte fajtori i vërtet? Zogu, njeriu konkret? Regjimi si sistem? Shoqëria shqiptare si kolektivitet?
Apo historia vet, ajo forcë e verbër dhe e pamëshirshme, e cila ndryshon fatin e njerëzve sipas ligjeve të veta të pakuptueshme dhe shpesh njerëzore? A do të kishte ndodhur ndryshe në një vend tjetër, në kushte të tjera politike? Apo tragjedia e arkitektit të harruar është ligji universal i çdo shoqërie njerëzore, ligji sipas të cilit ata që themelojnë paguajnë dhe ata që trashëgojnë festojnë? Deti pranë Vlorës nuk dha përgjigje atë ditë. Valët vazhdonin me indiferencën e tyre të lashtë, goditën gurin e bregut 100 herë, sikur koha vet nuk kishte ndodhur asgjë. Por ne jemi akoma këtu dhe pyetjet janë akoma të hapura. Çfarë ndodhi pastaj me ata që mbijetuan, me shtetin që u ndërtua mbi themet e harrimit, me vendin të cilit i mori aq shumë dhe i dha aq pak nga kthimi? Ahmet Zogu mbretëroi deri në prill të vitit 1940, kur trupat italiane të Mussolinit pushtuan Shqipërinë dhe i dhanë fund jo vetëm regjimit të tij, por edhe epokës politike të ndërtuar mbi themelet e harresës dhe sekuestrimit. Zogu iku nga vendi me thesarin mbretëror sipas burimeve historike, me sasi të konsiderueshme ari dhe pasuri të lëvizshme, dhe kaloi pjesën tjetër të jetës së gjatë nëpër oazet e luksurit evropian, Londër, Kairo, Paris. Ai vdiq në vitin 1961, në moshë 66 vjeçare, i pasur, i kujdesur, i rrethuar nga pasardhësit e tij. Askush nuk e bëri gjykimin e historisë ndaj tij gjatë jetës. Historia kishte kohë. Bashkëshortja e Delvinës mbijetoi burrin e saj me vite, dhe kjo vet ishte një formë guximi, jetesa pas gjithçkaje që kishin kaluar bashkë. Ajo nuk la ditar, nuk la memuar. Heshtja e saj, si heshtja e shumë grave të epokës, mbuloi një thellësi dhimbjeje dhe dinjiteti që historia nuk ka pasur ende mjete të mjaftueshme ta masë dhe ta tregojë. Shqipëria, si vend, shkoi nëpër rrugë edhe më të egra pas rënies së Zogut, pushtimi italian, lufta dhe pastaj ato 50 vjet të gjata të regjimit komunist, ku historia u rishkrua përsëri sipas logjikës së re të pushtetit. Delvina, bej i pasur, patriot idealist, nuk i shërbente lehtë as narrativës komuniste të luftës së klasave. Kështu, harresa vijoi me fytyrë të re, nuk ishte harresa e regjimit monarkist, por harresa e diktaturo-proletariatit. I njëjti efekt, me gjuhë të ndryshme. Vetëm pas vitit 1990, kur arkivat filluan të hapeshin me ngadalësi dhe historianët filluan të bënin pyetje të lira, emri i Sulejman Delvinës filloi të dëgjohet sërish, jo si etiket politike, por si njeri real, me kontribute reale, me tragjedi reale. Shkrime të reja, studime historike, debate akademike, ende të pakta, ende jo mjaftueshëm, por të filluar. Edhe pse ky rehabilitim i vonuar i jep ndonjë ngushëllim simbolik, nuk mund të kthejë gjithçka, as vitet e harresës, as florinjit e shpenzuar, as stolit e shituara, as dinjitetin e mohuar në atë varrimit të jashtëzakonshëm nën profil të ulët në gushtit e largët. Sot, mbi varrin e tij, dihet pak. Nuk ka monument të madh, nuk ka shesh me emrin e tij në qendrat kryesore, nuk ka ditë kombëtare kushtuar arkitektit të parë të shtetit modern shqiptar. Ka fragmente, artikuj, emërtim rrugësh në disa qytete, por jo ajo njohje e plot proporcionale me kontributin e dhënë dhe çmimin e paguar. Dhe kjo na sjell te pyetja e fundit, pyetja e cila mbetet e hapur si ajo dritare e vogël me pamje nga deti, pyetja e cila nuk ka asnjë arkiv, asnjë dekret, asnjë vendim gjykate që mund ta mbyll plotësisht. Nëse historia i kishte bërë Sulejman Delvinës atë çka i bëri, nëse e mori gjithçka dhe nuk dha asgjë mbrapsht, a ishte kjo thjesht fati i njeriut të gabuar në kohën e gabuar, apo ishte prova e qëllimshme dhe e llogaritur e mënyrës se si sistemi ha atë që e ka ushqyer? Dhe nëse kjo është e vërteta, nëse kjo është ligji i padëgjueshëm që rregullon marrëdhëniet mes pushtetit dhe ndeshmërisë, atëherë pyetja e vërtetë nuk i takon vetëm historisë shqiptare të viteve 1920. I takon çdo shoqërie njerëzore, çdo brezi, secilit prej nesh. Çfarë bëjmë ne me themeluesit tanë të harruar? Çfarë u bëjmë atyre që dhanë gjithçka dhe nuk arritën të merrnin asgjë? Dhe çfarë thot kjo rreth nesh, rreth asaj çfarë jemi dhe asaj çfarë zgjedhim të jemi, që akoma nuk kemi gjetur përgjigjen? Deti i Vlorës vazhdon të lajë bregun. Guri nuk shpjegon asgjë. Por pyetja mbetet e pashmangshme si valët dhe ajo, ndryshe nga historia zyrtare, nuk mund të sekuestrohet, nuk mund të digjet, nuk mund të fshihet me asnjë dekret nën asnjë kuror.